to the beginning. Mirëmbrëma të gjithëve dhe mirë se keni ardhur, ashtu sikurse çdo të jente pak pas orës 22 deri në orën 23 në programin e përjavshëm në Top Albania Radio Back to the Beginning. Për të gjithë ata që do të humbasin premierën sonte në radio, mund të aksesoni këtë program kurdo që ju të dëshironi, në rrjetet sociale apo edhe në kanalin zyrtar të Top Albania Radios në YouTube. Unë nuk e di që t'jeme sinqert, dua të rrëfej një histori fare të shkurtër. Ndërsa na është dashur të punojmë bashkë në dy projekte ku sigurisht më është dashur edhe karta e identitetit, ç'të them, nuk më lidhet fytyra me emrin, me videon, me audion si është ajo, se nga që për mua gjithë jetën ai e ka pas mbiemrin Shkodrani. Unë nuk e di nëse ai është Viz Shkodrani muzikant apo ai ka qenë Viz Shkodrani që në oborret e para të lagjive ku ka luajtur futboll me shokët 5, 6, 7 vjeçar të asaj kohe. Mirëmbrëma dhe mirë se vjen në studio Viz Shkodrani. Mirëmbrëma dhe mirë se u gjeta Koze. Është kënaqësi e veçantë. Faleminderit shumë për ftesën. Nuk ka se si mos jem gjithmonë i surprizuar për mirë nga ty. Aktivitete pafund, me kërkesa pafund, bashkëpunimet tona për vitesh tashmë dihen, edhe është një kënaqësi të kem dhe mikesh, edhe që jam sonte në mesin tuaj. Faleminderit shumë Visi. Visi, vërtet e kisha shumë seriozisht atë që thash. Kur më ka marrën mjetet e tua të identifikimit për të bërë kontrata, thosha, jo më ky, kush është ky? Ky kush është? Unë gjithmonë kam menduar që ti edhe mbiemrin e ke Shkodrani. Tani kur u bëre ti Viz Shkodrani, kur ke qenë i vogël apo kur je marrë me muzikë në skenat për vërtetit, në skenat të mëdha? Jam vërtet shumë kurioze dhe për hir të së vërtetës, unë se kam pyetur asnjëherë Visin për këtë. As kështu privatisht. Po s'ta ka radhë mundësia se kemi qenë gjithmonë të ngarkuar. Atëherë është një histori që unë gjithmonë e tregoj me kënaqësinë më të madhe. Domethënë, do thoshti se arritëm deri te ky emër. Emri im është Elvis Vallasi, për gjithë ata që më njohin nga afër. Për zyshat e shkollës. Edhe për zyshat e shkollës, sidomos se tjerë. Unë kam ardhur i vogël në Tiranë, domethënë kam ardhur në moshë adoleshente, 14 vjeç, dhe duke qenë që kolegët në fillim ma dishin thjesht emrin Vis, edhe dinin prej ardhjen nga Vi. Domethënë më thonin po takojmë Shkodranin, po ikim te Shkodrani. Pra ishte një mënyrë për të identifikuar nga visër të tjerë që mund të ishin në rrethin tuaj. Po siç e kanë përgjithësi këtu në Tiranë, domethënë që të vjen një epitet, ose nga vendi ku vjen ose nga profesioni që ke. Edhe thoshin po shkoj te Shkodrani, po shkojmë te Shkodrani, takojmë Shkodranin. Jo që unë e zgjodha vet, po duke mësuar emrin pastaj u bë Viz Shkodrani nga Elvis Vallasi. Unë isha në hapat e mia të para të karrierës muzikore. Pastaj karrierë që e du shumë dhe edhe që ka investuar shumë, si gjithë instrumentistat e mrekullueshëm që ka ky vend, domethënë që i kemi me shumicë, kanë investuar orë të jetës, sakrificë mund dhe djerës pafund. Dhe ngeli Viz Shkodrani. Tani këtu pastaj futet në lojë pjesa ime se ç'a do bëja me këtë emër, përderisa gjithë po më thrisin kështu. Identifikonin, Në një farë mënyrë dhe shkrenari shumë e madhe për mua që jam Shkodranë, qyteti im i lindjes, siç duhet ta ketë çdo njeri për qytetin e vet, pa paragjykime pa asgjë, dhe me thënë drejtën ndjeja kënaqësi kur thonin Viz Shkodrani. As nuk e kisha imagjinuar në atë kohë, domethënë se si do rrillnin vitet e mia të ardhshme, se si do ishte karriera, mbase mund të ishte, mbase mund mos ishte. Po gjithsesi që në atë moshë ndjeja kënaqësi, duke qenë se un jam Shkodran dhe do vdes Shkodran. Thosha, okay. Le të mbetet kështu atëherë. Si thot domatave ti Visi, domata apo molla tarta? Molla tarta. Mollat arta. E ka kuptimin. Cili është instrumenti i parë në cilin ke luajtur? Ke qenë shkollë muzike? Po, kam nisë shkollimin tim në Prenkjakova. Edhe instrumenti i parë me shumë dashuri që vazhdoj ta ekzekutoj edhe sot dhe s'jam ndar kur ka qenë pianoja. Piano klasike, ke qenë shkollë për piano klasike më? Po, për piano klasike, dhe aty instrumenti i detyron shumë në aspektin e zgjerimit të horizontit një muzikanti. Unë po ta vesh re edhe liceu artistik edhe Universiteti i Arteve, domethënë e kanë një lëndë sekondare, pavarësisht nga çfarë drejtimi ke ti, që mund ta zgjedhësh dhe midis tyre është dhe pianoja. Dhe unë gjithmonë ja këshilloj gjithë studentëve të ri, gjithë nxënësve në atë kohë, domethënë që mbajeni pianon sekondare sepse është një instrument që të zgjeron harmonikisht për ata që e kuptojnë muzikën shumë horizont. Kjo gjë të ndihmon dhe në instrumentin që ti ke parsor, domethënë. Pastaj, me piano nisën moshën 7 vjeçare, duke qenë shumë i dashuruar mas klarinetës, po ishte moshë e vogël edhe nuk t'i jepnin drejt atëherë. Diku në moshën 10 vjeçare fillova klarinetën. Me profesorin tim Matish Trashanin në Shkodër, cilin e përshëndes sot ndodhet në Francë me shumë dashuri, ndoshta edhe na ndjek. Dhe e presim ne i bëjmë tag. Patjetër. Sot po nuk ekzistove në rrjetet sociale, nuk ekziston kurrë.
Pastaj në moshë 13 vjeçare, domethënë fillova dhe saksofonin. Dhe kështu këto tre instrumente më kanë shoqëruar gjithë jetën akoma sot. Si është të argëtosh njerëzvis? Të shohësh që ato kanë lënë në kremastar në shtëpi ca halle, ca probleme, ca kredit pa paguara, qera të prapambetura, për t'u argëtuar 2 orë, 3. Si është të shohësh fytyrat e tyre, ti je përballë tyre? Apo jo është bërë rutinë tani? Unë ndjej që ti e shijon muzikën njësoj çdo ditë, në çdo moment. Nuk është nga ato variantet kush luan muzikë tani. Shikoj, kam një parim që e kam pas gjithë jetën, ndoshta edhe nga shpirti ashik që kam, këtë ma ka transmetuar i mat, që sot është 82 vjeç, inshallah na boti 100 vjeç, siç i uroj gjithë prindrit e krejt teleshikuesit që na ndodhin, që na ndjekin. Ai ka pasur violinës që herët, pavarësisht se kishte 3 diplomime për drejtime tjera, histori, gjeografi, filologji, po violina e ka pas gjithmonë autodidakt në shej dashurie për muzikën. Edhe këtë ma ka injektu. Edhe më thoshte, bab thoshte, po nuk u kënaqe ti me atë që je tu bë. Ti je i sigurt që edhe njerëzit që të dëgjojnë nuk kanë për të kënaqur. Parimi numër 1. Edhe parimi numër 1 është ajo që unë po nuk e bëra shefin vetes kur jam në skenë apo në një event, një ditëlinje, një dasëm, një koncert. Po su kënaqa unë, po su ndjeva unë vetvetja, është e sigurt që edhe publiku përpara nuk ka për ta ndjeja atë emocionin që unë duhet përçoj. Kështu që në një farë mënyrë çdo gjë rrjedh nga venat e mia, si thonë, të trupit që përcillet tek publiku. Unë nis ditën, Visi, e nis vërtet ditën, çdo mëngjes kur dal nga shtëpia, me kolazhin numër 3 të koncertit të Artiola Toskës. Më lër të komplimentoj për këtë. Koncerti live i kolegës tonë mrekullueshme dhe mikeshës tashmë prej shumë vitesh Artiola Toska është emblem, nuk ka koment për të. Ka qenë një nga rritjet e tua në mos të më të mëdhaja, se ti ke shumë aktivitete dhe unë të çmoj jashtë mase për guximin dhe për ti e papritueshme. Ti do gjesh çdo moment, çdo muaj, çdo javë do gjesh diçka për të bërë. Edhe unë nuk di se si ta komplimentoj këtë gjë. Faleminderit shumë. Ai ka qenë një koncert vërtet, të gjithë artistët që kemi qenë aty pjesëmarrës, kemi derdhjes, po me një dëshirë është madhe dhe siç e nisem ashtu përfundoj. Po unë kaq talent kam, që mbledh skuadrat e dura se unë as nuk i bie saksit. Aty tesh kapelen. Kam talent për të mbledhur skuadra, për këtë nuk jam hiç modeste. Aty tesh kapelen, no comment. Dhe gjithmonë po thoja që sa herë dal nga shtëpia e nis me atë, po nuk ka zot që të më bezdis, dikush që më hyn keq me makinë, dikush më ka zënë rrugën. O fare, jam gjithkohës dyst e kam orën 12 pa 1 minutë, sado që të jetë ajo në realitet. Edhe me që ishte këtu te Artiola, e mirë dakord, pianist, klarinetist, saksofonist, deri para ca kohësh dija vetëm që mbaj zërat e dytë. Po jo, mund të jesh edhe solist shumë i mirë. Unë kam qenë moshën 17 vjeçare që këndoj, po duke qenë se gjithmonë kam bashkëpunuar me këngëtar të mrekullueshëm, me artist, lloj çdo krahine, çdo lloj niveli muzike apo zhanri muzikor, jam limituar më shumë duke i shoqëruar me zë të dytë, por gjithmonë duke mos harruar pjesën e këndimit, cilën e kam një pasion, e kam pas gjithmonë dhe gjithmonë e kam bërë. Detyrimisht, ndoshta ato vitet e para nuk i kam dhënë shumë rëndësi, domethënë që të bëj klipe vet si solist e tjerë, po ja që vjen koha, duan, janë dhe kujtime në fundit se ne dikush thotë po ky e bë ka edhe këtë, tash po na shfaq edhe këtë. Jo, ajo është thjesht një kujtim që ne e bëjmë për vetveten që të jetë aty, nuk është se ka lidhje domethënë me një reklam të egzageruar. Dikur në vitet 2000 në epokën time të parë në Top Albania Radio ne kemi patur një program Mediterraneo, mos gaboj, që kishte muzikë greke, turke, rumune, ballkanase, muzikë popullore shqiptare, qytetare shqiptare, edhe që prej asaj kohe nuk kam programe të dedikuara dhe unë dëgjoj pak muzikë në të tillë nëpër radio, kështu që kam shumë kënaqësi që në këtë moment që ne flasim bashk, të transmetojmë pikërisht të bashkëpunimin e fundit që keti me Artiolën, sepse në fundit prandaj e sot, edhe nuk e para një 4 muajsh ose pas 5 muajsh. Pikërisht ka ky aktualiteti i ri ku e keni shtuar një gur të çmuar në këtë gjerdanin e muzikës argëtuese. Hajt gëzuar për dashni, sepse ajo këngë vërtet është bërë me shumë dashni.
Hajt gëzuar për dashni. Jemi në studio bashk për të gjithë ata që sapo kanë hapur radio në këtë moment. Jeni Top Albania Radio në programin Back to the Beginning. Jemi duke bërë një kthim pas në kohë me Viz Shkodrani, një nga muzikantët më të mirë të muzikës popullore qytetare që kemi ne, por jo vetëm. Çfarë bën ti Viz kur nuk luan muzikë popullore qytetare? Çfarë dëgjon? Çfarë ke qef të luash? Tjetër gjë se çfarë të kërkojnë ty të bësh. Unë fakt një gjë çdo lloj muzikët. E kam pas gjithmonë atë. Mushet meja po të hapsh librarinë e YouTube-it, gjen edhe muzikë tajlandeze, Irish, gjithçka. Jazz është një nga të preferuarat e mia, por që jam rritur që i vogël, jam rritur me muzikë klasike. Kam një kurrikulum që me thënë drejtën e du shumë fort, se hapat e mia gjithmonë jashtë popullores gjithmonë kanë qenë në sferën klasike. Kam shumë vite pjesëmarrës si klarinetist në orkestra simfonike, në filharmoni, kemi realizuar koncerte 3 tenore ku edhe ti ke qenë prezente. Ja kështu slon, s'të falun. Dhe nuk besoj që kam lënë shumë ditë lira të jetës time që kur e kam nisë të profesion për të neglizhuar diçka që unë e du. Domethënë edhe ditë në kohën time të lirë unë jam gjithmonë gjatë dimrit duke studiuar në akademi, duke përgatitur diçka, kam koncerte recitale, do bëj prap tjera. E dua gjë, domethënë është një lloj relaksi që në vend që të më lodhi nga fluksi i punës, më jep një lloj kënaqësie, një lloj tamam një kënaqësi, një çlodhje. Duke qenë se ne jemi gjithmonë me evente, me koncerte, me dasma dhe gjëra. Muzika klasike më fut në një tjetër botë. Aty është Elvis Vallasi. E kuptoj atje. Ajo karta e identitetit. Është karta e identitetit. Aty është një pasion vërtet shumë i madh që unë kam. Edhe jam krenar për një kurrikulum shumë formuar. Gjej rastin përshëndes nga zemra profesorin tem të mrekullueshëm Bashkim Barbullushi, gjithashtu Shkodran. Po jo për faktin që është Shkodran. Shumë keni dalë atje. Shumë keni dalë nga aty. Edhe këtu desha me dalë se kena dalë shumë. Prengi Jakova me thënë drejtën e din gjithë sfera ardashve dhe njerëzit që e kuptojnë muzikën cilësore, muzikën, sferën serioze të muzikës, e din që Prengi Jakova gjithmonë ka qenë burim i shumë emrave të cilët janë dhe prezent në themelimin e Akademisë së Arteve, sot Universiteti i Arteve. Dhe gjej rastin të përshëndes profesorin tim dashur, nuk e di na ndjek, profesor Bashkim Barbullushi, për mua klarinetisti, jo për mua, por për gjithë studentët e vet ndër vite, klarinetisti më i mrekullueshëm që kemi pas sa i përket sferës klasike, ishte klarinetisti i operat shqiptare, sot prej shumë vitesh pedagog në universitet, diku në lice që në 2003 me mua. Profesor të dua shumë. Po qafoj. Do ta gjejmë, ta kam thënë, tagun edhe profesorit. Viz, përveç pjesës së performuesit në orkestra, në bende, kështu si ishim duke folur, ti në fakt je marr edhe me krijimtari shumë. Tani, çfarë ka ndodhur me si krijues po flas? Si kompozitor, po edhe si orkestrues, se në fundit të gjithë e kemi thënë që ti mund të kesh melodi të mirë, por nëse nuk i vesh atë kostumin e dur të orkestracionit, ajo pastaj është një këngë krejt tjetër. I ke zgjedhur bashkëpunëtorët apo të kanë zgjedhur? Unë kam parasysh këtë, pse ju pyes kështu? Kam parasysh këtë epokën e para viteve 90, kur në përgjithësi një kompozitor shkruante muzikë duke patur parasysh këngëtarin apo këngëtaren që do t'ja jepte, do ta përshtaste. Sot u shikoj që njerëzit vinë për të kërkuar këngë si me qenë duke kërku me fotografi modelin e flokëve. E dua se kjo. A ndodh kështu sot? Për shkak se një këngë ka sukses e Kozetës, dhe vjen një Kozet tjetër dhe thot dua atë që ka bërë ajo. Po në fakt ne jemi qenë unike të lindura për të qenë një. Atë kjo ka dy anë medalje. Në radhë parë ne që kemi studio që edhe bëjmë rolin e producentit, sepse unë kam shkruar këngë që i vogël, domethënë akoma 12-13 vjeç unë shkruaja tekste. Kam shkruar poezi, kam fituar dhe konkurse poezie, është një tjetër anë e medaljes që është Elvis Vallasi te karta e identitetit. Te karta e identitetit. Po që mua më jepet shumë krijimtaria e teksteve, sigurisht meloditë pastaj i kam kokë duke pas melodinë dhe unë shkruaj tekstin dhe ne producentat e kemi të qartë se çfarë do dalin në fund ky material. Pra ne e dim përfundimin. Ideja e këngëtarëve kush është? Kjo ka dy anë medalje. Një që më pëlqen, një që me thënë drejtën fatkeqësisht asnjë nga ne studiot nuk na pëlqen, që do të thotë. Ndoshta me të vërtet arti ka deliru pak vitet e fundit, që do thush ti të dalte muhabeti jot. Pse ka deliru?
Unë ja këshilloj gjithëve dhe kam edhe parim të vetvetes, po do kisha dashur që askush mos të jetë kopje dikujt. Është ajo që thuti, ne na vin në studio, sa të bukur e ka bërë këngën kjo, e du origjinal si kjo. Dgjoj. Ti ku je? Se ja po ta bëjmë origjinal se. Edhe kush je? Po ti ku je? Dhe ka shumë si këto. Unë nuk duhet paragjykoj asnjë nga kolekt artist. Ne në fundit studiot për atë punë janë, ne mirëpresim çdo këngëtar që ka dëshirë të bëjë një këngë. Unë kam prej 7 vitesh aktualisht studion time personale, bashkëpunoj dhe me miqtë e mi të Tridocave, kemi gati 10 vite bashk. Po, shumë ka pretur të ti në për studio. Shumë. Pak fillimisht për të hedhur njëherë materialet, pastaj për të shkruar, pastaj goxhash. Ty përshëndes gjithë, ndoshta mund të jenë gjitha studiot e Shqipërisë, po do veçoja ndoshta këto dyja të fundit, domethënë me Tridocat dhe studion time personale, që e kam në bashkëpunim me një producent nga Rumania, Alandi, shumica e njohin, s'ka nevojë për koment. Me cilin mbiljës në fillimet tona kur bëm studion bashkë kemi bërë edhe një këngë shumë të bukur. Oh, sa bukur, ta transmetoj vetëm një herë. Edhe është pëlqyer shumë për kohën. Flasim këtu e 6 vite, mund të ketë 7 vite. Pra doja të thoja, ne mirëpresim çdo kërkesë, çdo gusto, se për ne nuk ka muzikë keqe, ka muzikë të luajtur keq, ka muzikë të performuar keq. Asnjë muzikë nuk është e keqe, po e performove bukur. Por që të vish kërkosh një material dhe thjesht ti je kopja dikujt, unë nuk ja këshilloj askujt. Unë kam pas parim gjithë jetën vetë në instrument, nuk duhet të jem kopja dikujt. Por unë kështu jam. Pëlqej. Okej. Ti mund mos duash të jesh kopja dikujt, por unë po të them ty një gjë që jam shumë e sigurt që edhe ti vetë di. Hajër. Që shumë duan të jenë si ty. Po flas për performancë. Edhe unë kur kam qenë i vogël, kam dashur të jem si dikush. Edhe unë kur kam qenë i vogël, kam pas një pikë synim. Po pikë synimi mbetet akoma pikë synim, mbetet respekti. Kur vitet kalojnë dhe profesionalizohesh, ti e kupton që në fundit midis teje dhe atij tjetri që e keni gjuar ka një jetë, është një hendek shumë i madh. Sepse ti ke profilin tënd, ke personalitetin tënd dhe në instrument, edhe si këngëtar. Mbetet vetëm pëlqimi. Nuk duhet vazhdosh më ta kopjosh dikë hap mas hapi, sepse në fundit kopjet janë ato që kanë një gjatësinë më të vogël. Këtë duhet kuptojnë njerëzit. Paktën sipas konceptit tim nuk e di. Sepse shpesh ti di, unë duke pasur mundësinë, fatin e gjithë të mirat i kam për të marrë me muzikant, në sugjerimet që mund të më bëjnë, më thonë, po filan Fisteku, a e di si është? Është si Vis Shkodrani. Dhe unë që i them, po unë pikërisht këtë nuk dua, që të jetë si Vis Shkodrani, sepse Vis Shkodrani është ai, tash ky tjetri kush është ose ku është. Prandaj po thoya që dëshira për të kjo është në të mirën e atij. Për të në këtë kuptim gjithmonë. Gjithmonë në këtë kuptim. Pastaj sepse po dua Visin të marrim Visin. Se ndryshe na duket sikur me që skemi atë, po marrim atë që i ngjan, atë fotokopin që ne tham. Gjithsesi unë jam gjithmonë realisht shpirtërisht, domethënë tepër i sinqert në këtë drejtim, jam shumë i lumtur që ne në vendin tonë prodhojmë aq shumë talente, shumë muzikantë të mrekullueshëm. Të gjithë kanë atë të vetën, të gjithë kanë atë tipologjinë e tramit, instrumentit apo këndimit në mënyrën e vet. Ajo thjesht që diferencon këto gjëra. Pastaj është përvoja, shkalla profesionalizmit, bashkëpunimet, se duhet marrësh përvojë edhe nga muzikantët e tjerë. Visi se the prodhohen shumë, e ke fjalën shumë në kuptimin ata që janë të talentuar apo shumë numerikisht, sepse unë mendoj nga çfarë vështirësisht kam hasur, është shumë e vështirë të gjesh muzikant në Shqipëri. Do me thënë, ti je i atachuar me 10 artistë, ai tjetri është i atachuar me 5 artistë. Është shumë e vështirë që të krijohen grupime të identifikuara. Pra Visi do vi edhe te Artiola, do vi edhe te Pajtimi. Arjan Gjitsi do shkojë edhe te koncerti i Rockut në kitar, po do vi edhe te koncerti i Artiolës në muzikë popullore, sepse është pak e vështirë numerikisht po flas. Po, shiko, numerikisht, pastaj kjo që thuti është një përzgjedhje le të themi tepër high class në kuptimin që për të realizuar një projekt me përmasa madhore. Unë them që si përqindje në vendin ton, edhe nga studenta që vinë në Universitetin e Arteve që ne i shohim gjithë nga afër, po edhe nga ata që nuk kanë lidhje me Universitetin e Arteve, po që dalin në terren punojmë, domethënë, po ti shikosh holl si përqindje, të paktën për syrin e njerëzve. Pra janë të talentuar. Po, për syrin e njerëzve që kuptojnë muzikë, janë të talentuar, e padiskutueshme dhe kjo është motiv krenarie dhe kënaqësie për mua. Domethënë, nuk ka të bëjnë as paragjykimi nga je, nga si, nga këto janë për mua nuk ekzistojnë fare në muzikë, se kështu thoshin edhe për mua dikur, nga Shkodra ka ardhur. Për shembull, zoti bine një herë
dropolliçe, po kjo s'ka lidhje. Nuk është koncept shumë i vjetruar. Në një instrument, njeriu mund të luajë gjithçka. Edhe ai që është nga Kina, vjen dhe lu një këngë lulebor. Performon luleborën dhe mund ta performojnë shumë bukur. S'ka të bëjnë. Problemi kush është? Është diksioni i këngëtarit. Këngëtari e ka më problem këtë pjesë. Shumë një këngëtar nga zonat e veriut e ka shumë vështirë të këndojë një lapshe apo një dropolliçe me gjuhën e popullit, domethënë ta këndojë si ata. E ka shumë vështirë sepse diksioni është tjetër gjë. Jo instrumenti, un kur nuk jam te instrumenti. Ti instrumentit mund t'i bish si dush. Sot jam vi Shkodrani, nesër jam Kenny G. Ç'lidhje ka? Un po i bi notave. Po i bi sa më mirë që mundem me mundësitë e mia. Kurse un nuk mund ta këndoj dot një këngë anglisht siç e ka kënduar nga New Yorku. Kjo është ideja, domethënë. E kuptoj. Në përqindje them un, kemi përqindje shumë të lartë instrumentistëve talentum dhe kjo vërtet është motiv për të krenu. Dhe mund vjen shumë mirë. Kurse pastaj për të hyrë rifiniturave siç ti kërkon ose dikush që organizon një event mallor kërkon, normalisht pastaj fillojnë është si ajo sita që fillojnë sheshohen se ky bën dhe këtë, po bën dhe këtë, do marr këtë. Domethënë, për të kërkuar specifikën pastaj aty ndahen gjërat sepse janë shumë gjëra në lojë. Është që ke leximi i partiturave, ti e di që për të ndërtuar një koncert nuk kemi kohë të merremi me vesh. Ty të kanë dalë thinjat ku s'bë mop nga stresi, domethënë sepse duhet një instrumentist që lexon dhe partiturën, po ka dhe veshin. Dhe veshi është i pari që të përshtatet. Duhet lexoj partiturën, duhet të jetë koherent, duhet të jetë korrekt, janë shumë gjëra pastaj që hyn lojë, se në fundit edhe instrumentistin e dalluar e bëjnë shumë gjëra, jo vetëm e rënë në instrument. Ti mund të jesh yll në trën të instrumentit. Po je i padisiplinuar për shkak të mërzit producentit. Nuk krijon dot ekip. Kjo është problemi, nuk krijon dot ekip. Edhe Mesin, po ta marrim të luajnë me një ekip kategorisë shqiptare, nuk krijon dot ekip, sado që është Messi. E kuptoj. Kjo është ide, domethënë të krijosh një ekip që ti je seleksionatore shumë më mirë biles edhe do të bëja pyetjen kur ta lej Silvinho kombëtaren çfarë do bësh. Se nuk është për të hull, po si ide. Unë luaj vetëm një sport për të mbajtur trurin në formë. Shah. Bo. Aty stimoj do të jam lojtari më i keq i mundshëm. Japim një firmare bisedës tonë me Visin, e përmendëm pak momente më parë këtë bashkëpunimin e para disa viteve, 6 vite më parë me Alandin, me cilin edhe bashkëpunon në studion tënde, aty ku hyn e dalin muzikant pafund dhe ku gjithmonë ora është 4 e mëngjesit, gjithmonë është ora 4 e mëngjesit. Edhe 5 me raste. Edhe 5 me raste. Ti dhe vetëm ti. Ti dhe vetëm ti. Në studio përsëri bashk me Vis Shkodranin jemi duke folur, ju thash pak momente përpara edhe përsëris tani, ky program gjendet më pas në çdo moment që ju dëshironi, për shembull të udhëtoni me makinë, kur jeni vetëm, mund të dëgjoni mua dhe Visin në YouTube, edhe duket sikur keni edhe njerëz të tjerë në makinë që ju bëjnë në rrugën më pak të mërzitshme dhe më pak të bezdisshme. Ka disa gjëra nga tradicionalja që kanë ikur, edhe unë herë jam dakord, herë nuk jam dakord. Për shembull, si njeri që vi nga radioja tradicionale, më pëlqen radioja që vetëm dëgjohet, jo radioja që edhe shihet. Pastaj nga ana tjetër them, nëse kjo është një mundësi për të shkuar tek publiku kur ai nuk ka mundësi të vite ty, është pastaj një variant shumë i mirë. YouTube-i edhe gjithë tjerat na ka rënë poshtë shpreha radioja flet vetëm një herë. Se tani radioja flet sa herë të duash ti. Po vetëm klikoje. Vetëm klikoje. Vis, nga skenat e vogla por shumë të rëndësishme të festave familjare, të dasmave, Visim ka martuar dhe mua. Ja që e thash, Visi më ka martuar dhe mua dhe kemi një dasëm e mrekullueshme. Kemi ca momente shumë të bukura të dy. Në lojë duke kërcyer. Do t'i publikojmë një herë tjetër. Pra nga këto skenat e vogla në kuptimin e masivitetit, në programe televizive, në koncerte të mëdha, cila është ajo që ty të pëlqen më shumë, jo vetëm nga vitrina. Unë e di televizioni është një magji që të bën star në një sekond, po qoftë edhe nga sensi i përgjegjësisë, nga i grup, nga ajo puna në ekip që ti thua. Pra çfarë kush diskutohet më shumë? Fundit në ndasëm nuk vim t'ju shohim dot se jemi publik i kufizuar. Ama në koncert shtojmë karrige në pallatin e kongreseve dhe prapë zihemi me gjithë botën se s'kemi ku të fuzim tjerët. Shiko, unë çdo punë e marr me të njëjtën përgjegjësi. Thash, jo për të folur për veten se është një gjë që domethënë nuk duhet zgjatë më shumë që edhe njerëzit ta kuptojnë këtë bisedë sinqert midis nesh, po. Çdo punë e marr me shumë përgjegjësi. Për mua në momentin që jam bërë gati kam dal, për mua sken është, edhe dasma është sken. Edhe një ditëlinjë është sken.
edhe këtu nëse po të montoj instrumentat në këtë studio të mrekullueshme që duket bukur nga jashtë, por që nga bukur dhe nga brenda. Domethënë për mua është sken gjithçka dhe përgjegjësia është e njëjtë. Domethënë deri në momentin që mbaron finish, unë deri aty duhet të jem në këmbë dhe në korrent situatës. Sepse më intereson shumë që vizualisht, që në pamje më intereson që njerëzit edhe në fytyrë të duken të kënaqur nga ajo që unë i kam ofruar. Kjo është interesi ndaj punës që unë bëj. Punës në ekip gjithmonë. Unë asnjëherë nuk e çmoj veten, sa çmoj komplet grupin. Drejtoj një band sot, live event band, kam çuna të mrekullueshëm, muzikantë të mrekullueshëm që kanë qenë pjesëmarrëse të koncertet e tua. Po. Dhe kënaqem me mbarvajtjen e punës tonë, me një mirë kuptim, pra kemi shoqërinë mes që është shumë e rëndësishme, korreksinë dhe pastaj bëjmë dhe muzikën, mendoj unë në nivelin e dur që të kënaqen njerëzit. Ku ka dallim me skenën serioze tash, po flasim për një koncert nga ato që realizon dhe ti dhe që kemi përjetuar të dy bashkë. Dallimi është që aty në skenë ke 1 minutazh të saktuar kohë, duhet të jesh shumë i përgjegjshëm për atë që bën se do ta bësh vetëm një herë. S'ke një mundësi të dytë për të dhënë përshtypjen e parë. Domethënë, muzika popullore e dasmave, e eventeve e tjerë është një lirshmëri ku ti tregon gjithçka që ke. Improvizon. Po, je i lirë të krijosh atmosferën siç e ndjen ti aty në moment. Asnjëherë nuk je kopje sot në drekë me nesër në darkë. Gjithmonë njeriu muzikanti improvizon aty për aty me atë publik që ka. Shumicën e gjërave. Edhe nëse ke një program. Kurse në skenë është një program. Duhet të jesh statik, duhet të jesh shumë i kujdesshëm mos të gabosh. Gabimi njerëzor është e padiskutueshme për një arsye, për një tjetër. E mos e rregullojmë post-produksion. Projektorët, djersit janë skenë, emocionet të dridhën duart, sepse atë dridhje duarsh unë e du shumë. Domethënë ajo është diçka që e kam përjetuar gjithë jetën në skenat klasike, edhe në skenat e eventeve të mëdha bashk. Ti je në pallat kongreseve, dalsh para gjithë atij publiku që bashk kemi shtuar dhe karrige se kishin ku ulesh i njerëzit. Ne kemi kapur dhe me dorë vetë kemi sistemuar aty. Domethënë të dridhën duart. Atë dridhje duarsh unë e du. Për mua, deri në momentin që do më dridhën duart para një publiku, do ta quaj veten muzikant aktiv. Pra është ai emocioni që ta nxit përgjegjësinë. Pasioni dhe emocioni gjithë jetën më kanë pru këtu me një këmbgulje prej budallaj, domethënë. Nëse gjithë shokët e mi në adoleshencë shkonin me lujt, unë kam qenë dhe futbollist, 11 vite me ekipet të vllaznisë. E kam lënë 21 vjeç. Paralel kisha sportin dhe muzikën. Ja mundu i kam mbajt të dyja. Sa mund të mash dy kumbi në sjetull. Po këmbgulja prej budallaj, kur thot profesori im i cili po ashtu ma ka injektu këtë dozën, domethënë deri në vetë mohim, kuptimin që gjithë dalin bën qef ti myllesh midis 4 mureve dhe studion. Ai studim më ka dhënë shumë një dhe më ka mbajtur deri këtu. Por edhe më ka formuar psikologjikisht, duke punuar dhe me kolegë të mrekullueshëm. Gjerasin ti përshëndes gjithë, s'po hym me emra, po ndoshta do ndalen vetëm Tervis Shahushi, që ne të dy e duam shumë. Unë e dua shumë gjithashtu Visin. E kemi maestro, unë kam punuar 10 vite bashkë në rastin. Asnjëherë se kam bërë këtë përveç në skenë me Visin, po e meriton dhe Visi një tag nga këtu. Edhe Visi tag. Vis Shahushi, we love you. We all. Dhe ajo këmbgulje kozi dash pa dash bëhet rutinë, bëhet ushqim. Siç njeriu ushqehet në shtëpi, ashtu ushqehet edhe me studim, edhe me pasion. Pra, po vdiq pasioni, po vdiq serioziteti, po vdiq kërkesa ndaj vetvetes, ajo dridhja durave nuk vjen më. Atëherë nuk mund ta quaj më veten muzikant aktiv për kohën. Detyrimisht do e kuptoj që cikli përfundon. Në pozitat e solistit, ne gjithmonë kemi thënë, frontmeni, pra këngëtari, ai njeriu që del përpara të tjerëve, sigurisht që është më i rëndësishmi dhe shpesh herë kemi aluduar, se nuk është problem se kush po i bie baterisë, se kush po i bie asaj, se kush po i bie kësaj, se neve kemi interesin e figurës qendrore. Në rastin e solistëve, pra në rastin tënd, unë dhe të gjithë ne gjykojmë që nuk është kështu. Do me thënë, një instrumentist solist është po aq i rëndësishëm, pra siç është në muzikën rock, soloja e një kitaristi. Edhe në rastin e muzikës popullore nuk ka, pra a do ishte Artiola Toska e njëjta në performancë nëse nuk do kishte një vis me vete. Pra me të njëjtin bizhuteri që ka ajo në fytyn e saj, po nëse nuk do ishte ky visi, unë mendoj që te performanca e saj nuk do ishte e njëjta. Për këtë e vlerësoj shumë rolin e solistit. Patjetër, unë
unë e thash atë që sapo shpreha, e thash në trajtën e një ekipi, unë jam tip që dashuroj ekipin. Unë du ekip. Domethënë është visi ky që është shumë bukur. Du që edhe Donaldi, krahu im i djathtë, violinisti i mrekullueshëm Donald Gega, përshëndesim gjithashtu me gjithë çunat e bendit. Du që edhe ai të jetë në po të njëjtën lartësi përgjegjësie, edhe në po të njëjtën pasion që unë performoj. Ekipi bën fuqinë. Ka pasur Skënderbeu dikur atë mohabetin e thuprave. Thuprave. Kështu që unë jam i lumtur që kam muzikantë të mrekullueshëm, kretë çuna që punoj, çuna që kanë punuar përpara, domethënë jemi tamam si vëllezër dhe kuptohemi me sy. Unë mund ta bëj gjithë atë magjinë që thuti aty përpara. Vërtet solisti është aty përpara. Mas solistit duhet ta shoqërojnë gjithë. Patjetër. Por pa shoqërimin e ekipit mbrapa, edhe unë nuk mund t'i marr meritat vet. Kështu që më pëlqen loja me ekip. Procesi zinxhir. Unë e dashuroj ekipin shkurt muhabeti. Nga djemtë tu. Po. Kush e ka gjakun e gjyshit edhe të babit? Kush e ka gjakun genin artist? Apo do i bësh të dy matematicienë, si ke planet për djemt? Unë dy djemt e mi që i kam shpirt, i kam zemër, si çdo prind për fëmijët e vet. Edhe i puth bushi nga ekrani të dy, Rohanin dhe Anuarin. Ata janë yjet e mi tjetës, i dashuroj tmerrsisht edhe për faktin se si janë. Pra nuk është thjesht dashuria prindërore, fëmijë, por i dashuroj për faktin se si janë. Kam një Rohan që tani për 2 ditë ka ditëlinjën dhe mbush 14 vjeç. Jetë gjatë fëmijëve të dyve. Është me një edukatë ekzemplare. Normalisht familja ta jep edukatën, por ai vet e kërkon edukatën, është ekselent në shkollë dhe është një futbollist shumë i mirë për momentin. Deri se 1 vjeç, pastaj do marri saksin. Nuk i dihet karriera, saksin e gjitha vegla në shtëpi ka. Po që për momentin ai ka vite që po ushtron në futbollin si unë dikur. Edhe më pëlqen sepse ka atë botën e vet, cilën unë ja adhuroj. Është flet aty ku duhet. Normalisht s'du me fol për ta mbi vlerësuar fëmin tëm, po kam të dytin. Fëmijët janë fatë, sepse të gjithë prindrit përpiqen të investojnë edhe ta japin gjithë çfarë kanë që të rrisin fëmijë të shëndetshëm, qytetar të shëndetshëm, por jo gjithmonë ndodh, kështu që unë kam thënë gjithmonë që fëmijët janë fate. Ti mund të bësh gjithçka, po absolutisht që fëmia është fat, po ne thjesht s'kemi detyrë tjetër, vetëm të bëjmë maksimumin si prindër. Kjo na ngelet. Pastaj, përderisa për momentin na dhurojnë shumë kënaqësi, si Anuari i vogël 8 vjeç, si Rohani 13 vjeç, domethënë i kam relaks kur hap derën e shtëpisë dhe dalin të dy mbullen qafë, domethënë i komplet lodhja. Kanë kuriozitet për punën tënde në studio? Bëhen kurioz? Po, i vogli më shumë. Po, ka një vesh shumë të rrezikshëm muzikor, domethënë. Në këtë kuptim e kisha kush ka gjakun e gjyshit dhe babit, se patjetër që ka gjakun e ju të dyve, po. I vogli ka një vesh të frikshëm, edhe i madhi, po i madhi më shumë ka qejf të këndoj për shkakun se te instrumenti, kurse ky i vogli është ku gjej ti bi jazzit, ti bi organos, kudo do futet, domethënë sa të shoh instrument. Po i madhi i bie që i pëlqen më shumë kjo vëmendja e të qenit të i madhi është adoleshent. Ne kemi një këngë, është duet, trio? Jo, si trio. Kemi? Trio, është trio, ja. Nga që të kam këtu, në fakt me gjithë ty këtu brenda jemi kuartet, se ti je i dubluar, je edhe këtu, je edhe atje. Me Aurelin edhe me Blerinën. Me Aurel Thillimin dhe me Blerina Brakën. Dy nga miqtë e mi prej shumë vitesh tashmë, domethënë janë artistë skene, punojnë në operën shqiptare, përveç saj dy këngëtarë të mrekullueshëm të muzikës folk popullore, edhe muzikës lehtë. Un kam shumë kënaqësi, domethënë që edhe bashkë ta lançojmë të këngë këtu. Është realizuar diku para 2 muaj e gjysmë, mos gaboj. Është pëlqyer jashtë shumë. Quhet Gol në zemër. Edhe atë ditë klipi është xhiruar tamam në kushte ekstreme, në një kalçeto. Shiu sa kishte filluar dhe po binte për mashallah, domethënë ne e dim si kemi xhiruar, po ka dalë një gjë shumë e lezetshme, shumë bio. Edhe vërtet bom gol. Ne ta transmetojmë tani këngën dhe do kthehemi përsëri në ndërhyrjen e fundit me Visin. I përshëndes Aurelin dhe Blerinën. Kalon kjo kohë, kalon shumë kohë. Kalon shumë shpejt koha.
kur ajo kalon bukur, e kur kalon me muzikë, se në fundit vërtet po flasim po. Në radio kur e fjalë muzikën kemi, e dëgjojmë. Dhe jemi në fund të bisedës me Vis Shkodranin për këtë mbrëmje. Ka qenë shumë kënaqësi. Shikon, në këtë studio kanë qarkulluar personazhe të ndryshme të jetës publike në vend. Kanë qarkulluar aktor, soprano, muzikant, këngëtar, shkrimtar, përkthyes. Pra, njerëz të cilët kanë një kontribut në jetën publike në vend. Je me fat Visi që ti bën një punë që ka të bëjë me njerëzit. Neve na duket sikur ju nuk keni asnjë hall, me thënë të vërtetën, kështu na duket. Me biles ndoshta me këto fraza do ta mbyllja atë prezantimin e asaj çka kisha menduar që ta mbylla, sepse ka vërtet shumë rëndësi. Për shembull, në karrierën time artistike kam lëvëruar çdo lloj zhanri muzikor, nga klasikja tek populloria, tek folku, turbo folku, modernia, jazzi, gjitha. Kam kalu kolekt mrekullueshëm, siç e thash, bende të mrekullueshme, këngëtar emra, Josif Gjipali, Kastriot Tusha, Majola Albani, Artiola Toska, me Aurelën, me Tridocët, domethënë një mori emrash. Nuk gjeti përmend gjithë, po gjithë i du shumë fort sepse kanë qenë pjesë e një etape të caktuar, e një nate, e një eventi të caktuar, një eventime që më kanë formuar shumë. Kanë qenë eksperienca vërtet që të më thush tash drejt, edhe sinqerisht më thush Vis, filloje nga e para, ma beso që nuk e filloj. Sepse do jem mosbesues a do arriti kaloj dhe një herë gjithë këto etapa që me vërtet kanë qenë shumë të rëndësishme në karrierën time. Prandaj e du këtë profesion, du familjen time që është suporti numër 1 që më duron. Sepse me thënë të drejtën punën e keni shumë të vështirë. Juve s'jeni asnjëherë. Ti di vetë se ke një artist në krah. Juve s'jeni asnjëherë kur ju do. Aha, pra. Do të thotë kur ke nevojë, s'është, nuk është këtu, është prova. Se di vetë. Po realisht ndoshta edhe Zoti më ka dashur fort, sepse më ka dhënë një jetë ato balancat për të përballuar këto vështirësi. Të kesh këtë profesion që ti e di shumë mirë që nuk ke orar, del sot kthehesh mas nesër. Po, e vërtet. Edhe prap në bashkëpunim me familjen, dora dorës të rrisësh edhe fëmijët të shëndetshëm, domethënë janë gjithë komponentë që them falenderit Zot. Vjen ai i pari, vjen familja ime e dyta, pastaj vi unë me mundin, me djersën, me dëshirën, me pasionin tim edhe nuk e dim kur të ndalemi, po për momentin jemi plot pasion për këtë zanat. Jemi në mes të nëntorit edhe unë mendoj që juve ju ka kapur që tani sikleti i valizheve të gatshme poshtë shtratit, se festat e nëntorit, se festat e dhjetorit, festa kompaniesh pafund. Hala s'kam nxjerr rrobat nga ultimi i fundit në valizhe. Edhe kjo është pjesë, është si më thën pjesë sociale. Unë besoj që ndoshta edhe këto lëvizjet e përbashkëta e kanë krijuar atë komoditetin e të konsideruarit të grupit si një shtëpi, si një familje. Dhe kam përshtypjen që midis jush nuk ka rivalitet, sepse juve ju vjen turp të bëni një gabim që mund të reflektohet te puna e shokut. Për shembull në teatr ndodh që aktorët të mos e japin batutën nga inati ose të marrin batutën kolegut. Unë gjykoj që juve ju vjen turp të bëni një gabim pa dashje, e jo me dashje që nuk llogaritet. Unë thash që gabimi është njerëzor, po kur mundosh të bësh një gjë të bukur, domethënë që të vi situata aty ku duhet, ose energjia, ose janë gjitha të lidhura si hallkat e zinxhirit, duhet që ti më shumë të mendosh për momentin që do japësh kolegut, që t'ia servirësh tamam, si më thon, si në pjatë argjend ato që do luajë, pra shoqërimi, gjitha gjërat janë fikse ai të luajë lirshëm në instrument, ose t'ia servirësh këngëtarës në momentin e dur, atmosferën që asaj i duhet, që është në skenë para publikut. Dhe konkretisht me qira Allafi edhe për shumë ultime jashtë mrena, kudo. Artiola, duan të dy shumë fort. Një kolege e rrallë, kemi fat që e kemi gjithë në Shqipëri, është e mrekullueshme, është mbi gjitha njeri shumë korrekt. Edhe unë që flas këtu kam mbi 10 vite që punoj. Me të mos them mbi 15 që njihemi. Dhe realisht këto ultimet, domethënë edhe ajo lodhja, edhe ai stresi i aeroporteve, edhe oraret, gjitha, po kur jemi bashkë një gallat sot, një gallat nesër, forcoj një misi që përkthehet edhe transmetohet dhe në skenë. Të kujtohet cila ishte kënga që unë këndoja më gjatë në provat e koncertit bashkë me Endrin që
më ka asistuar asistentin tim të projektit të Artiolës. Unë kam lind nga dashuria. E kemi bërë refren këtë këngë. Që ta dini, ne ka prish provat sa herë që ka. Këtej kërkonte llogari, këtej na prishte provat. Prishte provat. Unë jot jam nuk jam. Po. Unë kështu dua ta mbyll, sepse nga baladat më të bukura. Më çove pas në kujtime dhe ne ishim gjithkohës unë kam lind nga dashuria. Dhe si ajri jam pa fat. Ja ku bëhet një duet i kujtim shumë i bukur midis meje dhe Visit. Faleminderit shumë që ishe këtu. Të jap fjalën që herës tjetër, kurdo që të më ftonin këtë studio të mrekullueshme, ju falenderoj edhe herë për ftesën sot, sidomos ty që të kam zemër. Na vjen me sopran. Do vi me instrument me vetë, s'po ta përcaktoj, do ta lej surprizë. Okay. Dhe do performojmë edhe diçka live këtu, sepse ne jemi muzikantë live-it dhe unë aty e dashuroj më tepër çdo moment kur performojmë live. Po dini ju të bëni me gjasme. Se di si keni xhiru klipin, i cili është me gjasme, do të thotë do duhet të bësh sikur këndon edhe sikur. Faleminderit shumë që ishe këtë program me ne. Kështu, unë joti jam nuk jam, nuk ndodh gjithmonë që të kemi një program të dedikuar me muzikë kaq të bukur. Faleminderit shumë që na ndoqët. Mirë se t'ju gjejmë përsëri. Edhe mirë ardhësh përsëri. Sot një javë dëgjojmë sërish me të tjera biseda, me të tjera kujtime. Shiko, ndonjëherë nëse nuk e kemi jetën të tillë që të ndërtojmë kujtime, s'kemi as çfarë tregojmë, kështu që rrofshin udhëtimet, rrofshin lodhjet, rrofshin përvojat, se ndryshe kemi diçka për diskutu. S'do kishim asgjë për të treguar. Natën e mirë.